që bëhen 3 shtete. Atëherë, nëse do ndalemi pak të ekipet e traditës, ose ato ekipe kombëtare të cilat i shohim edhe si pretendente kryesore, pak një koment nga ju do doja Ruçi sa i përket Francës, kori sukses përballë Senegalit, një ekip i lehtë i parë në letër, por me yje, pra që duket se Franca po i prodhon përveç Mbappes, që një gjërësisht duket një ekip pra që gjelat kanë me vërtet një kontingjent shumë të mirë aty. Unë padyshim Franca ka sot nga sulmet më të mira dhe besoj se do të jetë një ekip i cili do rivalizoj deri në fund. Por unë vetë si person do të doja sot që Anglia të arrinte në finale. Nuk jam tifoz angles, por Anglia ka një element i cili është ndoshta më i mirë ka më të mirë nga gjithë të tjerët. Ka një qendërsulmues i cili për mua është më i miri në botë sot, se nuk bën dot vetëm rolin e qendërsulmuesit, po ai bën dhe rolin e organizatorit, e cila atë Anglia ka marrë për sipër në kurriz. Por edhe Franca është e rrezikshme me 3 sulmuesat që ka, padyshim që është produktive dhe sot në ditët e sotshme në futbollin e sotshëm, kur arrinte goli do të të arish suksesin. Dhe janë ekipe të cilat arrin kollajt e goli. Dhe padyshim nuk mund të vënë kandar cila do jetë ajo që do ketë suksesin më të madh, sepse në varet nga shumë kushte të tjera, nuk se dhënë futbolli të jetë një gjë e shkruajtur në letër, është a priori, ka dhe fatin brenda, ka dhe shumë gjëra të tjera, të cilat unë besoj që këtë radhë them dëshirë kam që Anglia të vejnë finale, por të vejnë me një ekip latin. Me cilin? Unë doja me Marokun. Me kë? Ta kisha surprizë, Maroku. Okej. Mendoni që është një ekip Brazil-Marok, sfida e parë,